Hamdi, falendrimi takon madhnisë Allahut. Ata e falemndrojmë dhe rahmetin e tij e kërkojmë. Pre Allahut kërkojmë Jannatul Firdausin dhe të na ruajë Zoti, na mbrojë nga zjarmi i xhehenemit. Elusim Allahun mos na ndan nga rahmeti i tij dhe nga udhëzimi i tij. Se nëse jemi të privuar dhe jemi larg rahmetit dhe udhëzimit të Zotit, atëherë jemi të devijuar dhe të shkatëruar në këtë botë dhe në ahiret. Fitoria më e madhe besimtarit është me arrit që Allahu me rahmetin e tij më na ka plu dhe udhëzimi i tij me qenë në zemrën tonë. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Ata që besojnë Allahun ja udhëzon zemrën, Allahu i udhëzon zemrat tona. Salat dhe selam i dërgojmë pejgamberit alayhis salam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Besimtarët pranishëm në këtë xhami, është privilegj sot me ardhë dhe me kërku nga Zoti rahmet. Në këtë ditë të veçantë që folëm javën e kaluar për këtë vlerë, që me laqet e shënojnë emrin tanë dhe emrin tonë dhe me hinë rahmetin e Zotit, dhe sot me përkujtu fjalën e Allahut dhe pejgamberit në vendin e shenjtë në xhami, në ditën e dalluar, në ditën e xhuma, dhe me kërku më të mirën, ajo më e shtrenjta është xheneti, Allahu nasip na boft. Mesazhi i hutbës sotit është pikësynimi junë është xheneti. Gjithë ne që kemi ardhur në xhami, kemi ardhur, nuk ka faktura që paguhen mas daljes së xhamive. Me dalë prej xhamis nuk paguhen askush. Kemi ardhur, më na paguar Allahu dhe ata me rahmetin e tij më na fut në xhennet. Pikësynimi jonë është e falmja me shku në xhennet, agjërimi me shku në xhennet, sadakaja me shku në xhennet, zeqati me shku në xhennet, haxhi me shku në xhennet, dhe gjitha adhurimet tona janë rrugtimi jon ka xheneti. Dhe ka xhenete 8, e prej sajna mbas të vlerës që i ki pozitës me Allahun në këtë botë, do të kërritesh në ahiret në ditën e Kiametit në shkallët më të larta të xhenetit. Sa kredit të sejdave tua ki, të Kur'anit, të sadakas, aq pozita të larta do hypesh në shkallët e xhenetit. Ka shumë ajete dhe shumë hadithe që flasin për pikësynimin dhe pozitën e besimtarit në xhennet. Edhe jo rastisht sot e kam ndalluar një hadith që transmeton Umamete, përcjell nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë, i ka garantuar 3 pozicione në xhennet nga një pallat apo 3 pallate në xhennet për 3 kategori të njerëzve. Njëri ka një shtëpi nga shtëpitë pallatet e xhenetit në fund të xhenetit. Një pallat ka në mes xhenetit e një ka në krye të xhenetit, më së larti në xhennet. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë i siguroj një shtëpi në vendin më të ulët në skaj të xhenetit, ati që e le debatin, muhabetin, qofse edhe ka të drejtë në te. E dyta, ja garantoj edhe një shtëpi në mes të xhenetit ati cili le rrenën, gënjeshtrën, qofse edhe ban shaka. Dhe e treta, një shtëpi me pozitën më të lartë në xhenet ati që e përsos moralin e tij. Hadithi në Sahih Buhari. Mesazhi i këtij hadithit, sa të ka shumë debate, dhe muslimanët i besojnë në rrenave të njerëzve, të kota, njerëzve më pa vlerë flasin gjana me vlerë, njerëz më të devijum, njerëz më të shkatërrum, ne i ndëgjojmë fjalët e tyre. Hadithi po thot pozita edhe në hak nëse je dush më kani kujdesshëm. Edhe pozita unë e pelançë këtë fjalë për hir të Zotit. Kjo nuk do të thotë që çdo herë dush me lan. Por s'kemi kona me qatë rasa me secilin, ne pikësynimi jonë është xheneti. Atëherë a më të lartin, a më të ultin, jo, ne kërkojmë Jannatul Firdausin, ne kërkojmë pozitën më të lartë në xhennet. Dhe vazhdon hadithi i pejgamberit alayhis salam, i cili thot, të na dikush ban shaka për mu ban qendër të vëmendjes. Ti e din që ashtu rrejt, ti e din që ashtu bën shaka, po për me tërheq vëmendjen, ai njeri e ka hub një prej pallateve të xhenetit. Muslimani as nuk rren, edhe as nuk ban shaka me rrena. Prandaj, muslimani është serioz dhe ai që don shtëpinë e mesme në xhennet, duhet të mkani kujdesshëm me gjuhën e tij. Mirë po, pozita më e lartë e xhenetit cila është pozita e ndërtimit të moralit të njerëzve. O vëllezër, ne jemi dëshmitar sot nga muhabetet dhe polemikat e shumta
1 kilometër asfalt, gjys kilometër kanalizim, metëm kanal dhe në kanalizim. Ne duhet flasim për gjana me vlerë. Gjana me vlerë është fjala e Allahut dhe pejgamberit. Gjana me vlerë është ngritja e moralit. Kush flet për moralin sot? Kush flet për arsimin sot? Kush flet për terbijen sot? Çka më duhet mua asfalt kur unë kam djem dhe vajza të pamoralshëm? Kur unë kam djem dhe vajza që nuk e din se çka është vlera e prindit, e nanës edhe e babës. Kur nuk e dim çka është vlera e shoqërisë, e familjes. Kur ne bëmi më të egër se ata çka s'kan fe. Ne çka e kemi shahadet jemi bë të egër. Pse? Se pikësënimi jon duhet të jetë xheneti. Xheneti nuk arrihet pa moralin e lartë. Xheneti nuk arrihet pa kontrollin e gjuhës. Xheneti nuk arrihet me dallavera dhe me rrena dhe me premtime të rrënjshme. Muslimani flet drejt, muslimani flet amël, muslimani ban punë më shumë se sa fjalë shumë. Prandaj ky Islam dhe ky hadithi Umamës radiallahu anhu na tregon rëndësinë e qëllimit të mirë. Ky hadith na tregon rëndësinë e qëllimit të mirë. Ky hadith na tregon rujtjen nga vetpëlqimi përmes nënçmut të tjerët me ngrit veten. Ne të e shaj tjetrin mundohemi me ngrit veten. Ti asnjë vlerë nuk ke. Ti nuk je pranuar në shtëpinë tënde si njeri. Atëherë çish don mu pranuar në shoqërinë tënde? Prandaj të ruash vetveten nga vetpëlqimi dhe nga mendjemadhësia është prej imanit për të pas pikësënimin e xhenetit, dhe rujtja e gjuhës dhe ndaj gënjeshtrave dhe pikësënimin e ngritjes së moralit është nga Islami. E lutim Allahun e Madh, ashtu siç filluam të kërkojmë nga Zoti i Madh, mos na largon nga rahmeti dhe udhëzimi i Tij, ya Rabbel Alamin. Është ditë e xhumë, lutim Allahun e Madh që Allahu rinin ton ta udhëzon në rrugën e xhairit. Allahu parin ton ta udhëzon dhe Allahu të na banë rrezik një pari që e ka dertin e imanit, që e ka dertin e arsimit, që e ka dertin e terbijes, që e ka dertin e sigurisë, që e ka dertin e ngritjes së fjalës Zotit dhe vlerës së shoqërisë tonë. E lutim Allahun e Madh që ata që bëjnë kurtha ndaj popullit tonë, ndaj atyre që e dojnë Allahun dhe pejgamberin, dhe nuk arrihet xheneti pa e dashur atë që e don Allahu dhe pa e dashur atë që e don pejgamberi. Ti vllai dashur, nëse don xhenetin, duje edhe atë çka nuk e don, po e don Allahu, duje atë çka e don Allahu. Dhe ti atë çka e don pejgamberi duje, do të jesh fitimtar, ngadhimtar në dynjë dhe në ahiret, do të kesh pozitën e lartë në xhennet. Dhe përfundimisht në kuptim të hadithit, do të hini njëri në xhennet, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një shok prej shokëve të pejgamberit do të hinë në xhennet. I thanë, kush është ky? E dini hadithin e gjatë, por në fund thanë, çfarë vepre ke bën? Me shumë namaz, me shumë agjërim, me shumë Kur'an. Jo, tha, unë nuk mendoj keq për muslimanët. Kur zemra jeme nuk mendon. Prandaj drejtoni zemrat ka Allahu, Allahu t'ja u pregadit xhenetin me zemër të mirë dhe me moral të lartë. O burra, imani dhe Islami na nxit neve që të investojmë në zemrën tonë, dhe udhëtimi jo nuk bëhet me kamp ka Zoti, bëhet me njetin e mirë, me veprat e mirë dhe me zemrën e mirë. Allahu na bëf gjuhët e amla që flasin hakin dhe të vërtetën. Allah i bëf zemrat tonë që rënqethen për fjalën e Zotit. Allahu na bëf që ne veprojmë sipas fjalës Zotit dhe pejgamberit alayhis salam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.